Një apel për ndihmë ka mbërritur nga familja Hasa në Durrës. 3 vjeçari Kisman Hasa është diagnostikuar me një tumor të rrallë dhe agresiv të tipit desmoj tumor. Ky lloj tumori është mjaft i rrallë në botë dhe pothuajse nuk prek fëmijë të kësaj moshe. Pas muajsh analiza dhe konsultesh, diagnoza është konfirmuar nga Spitali Universitar i Padovës në Itali, ndërsa shpresa e madhe ka ardhur nga Klinika Universitare e Kirurgjisë Maksilofaciale në Salzburg, Austri, e cila ka pranuar të kryejë operacionin jetik si një rast humanitar. Operacioni do të mbulohet nga klinika austriake, por familja përballet me shpenzime urgjente që nuk janë të mbuluara, përfshirë udhëtimin drejt Austrisë dhe kthimin, akomodimin ditor gjatë qëndrimit në Austri rreth 10 euro dita, kujdesin pas operacionit dhe kostot e ndjekjes afatgjat. Familja Hasa kërkon ndihmën e kujdo që mund të kontribuojë sadopak për të dhënë një mundësi jete për Kismanin e vogël.